Marrja e ilaçeve në farmaci. Si e merrni ilaçin tuaj? Një mjek i përgjithshëm mund të japë ilaçe me recetë. Ju e merrni këtë në një farmaci. Merrni me vete recetën që ju ka dhënë mjeku dhe tregoni kartën tuaj portokalli, aneksin 26 ose një dokument tjetër identiteti. Pa recetë dhe dokument identiteti, nuk do ta merrni ilaçin. Farmacisti shpjegon mënyrën e marrjes së ilaçit dhe paralajmëron për efektet anësore të mundshme. Kush e paguan ilaçin? Farmacia do të kontrollojë nëse Fedasil do të rimbursoj koston për ilaçin tuaj. Disa ilaçe kërkojnë miratim nga një mjek i Fedasil. Nëse gjithçka miratohet, Agjencia Shëndetësore CAMI ose ZIV do t'i paguaj kostot e ilaçeve direkt në farmaci. Shpresojmë që ky informacion t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë kujdesin mjekësor në Belgjik. Nëse keni ndonjë pyetje, kërkoni ndihmë nga mjeku juaj i përgjithshëm.